E pra të nderuar shikues, në vazhdim kemi edhe mysafirin e radhës, ashtu si që thash në paralajmërimin tim, ne këtë bisedë doja dedikojmë një natë shumë të veçantë gjatë muajit e Ramazanit, siç është nata e Kadrit. Nata e Kadrit është një ditë shumë e veçantë, një natë shumë e veçantë për gjithë besimtarët e muslimanë, kështu që për të kuptuar pak më tepër dhe për të na shpjeguar pak më tepër mbi këtë natë të veçantë, e cila është një veçori gjatë gjithë këtij muaji, do ta zhvillojmë bisedën me zotëri Ismail Mehmedin, një teolog me të cilin do flasim pak më tepër mbi këtë natë dhe mbi gjithçka që ne duhet ta dimë për këtë natë. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët në emisionin tonë. Mirëmëngjesi, ju falenderojmë për ftesën të cilën më ftuat. Është kënaqësi që kemi këtu në studio për të na treguar pak më tepër për gjithë ata të cilët nuk besoj që nuk e dinë, mirë po të gjithë ata të cilët pak më tepër duan që të njoftohen me natën e Kadrit. Çfarë thot Kurani në këtë natë të bekuar, për këtë natë të bekuar? Para se vetë të futemi në temë, domethënë për pyetjen të cilët e parashtruat edhe ju, do të shfrytëzoj rastin që në fillim që edhe pse jemi thuaj që në barim të muajit të agjërimit të Ramazanit, shfrytëzojmë rastin që gjithë shikuesve të më të vëdyshit në gjuhën shqipe, t'ja urojmë këtë muaj të Ramazanit dhe t'ju dëshirojmë gjitha të mira deri në përfundim të këtij muajit, si dhe lutje dhe ibadete të pranuara. Normalisht se edhe vetë Allahu subhanahu wa taala një sure të quajtur Kadr e ka përshkruar në 5 ajete kuranore, në të cilën na shpjegon dhe na tregon se si në realitet vijon dhe si ka ardhur deri te nata e Lejletul Qadrit, të cilët tash ne jemi duke e festuar, dhe çka në realitet ka kuptim kjo natë e vlefshme. Nuk duhet harrojmë se edhe vetë Allahu në Kur'an cek dhe përmend Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lejletul Qadr, wa ma adraka ma Lejletul Qadr, Lejletul Qadri khairun min alfi shahr, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Dhe thotë këto janë ata ajetet kuranore për të cilën Allahu na ka treguar dhe shpjegon se çka në realitet është kuptimi i kësaj sureje. Me siguri që ajeti i parë na tregon se vetë fjala Inna anzalnahu fi Lejletul Qadr, thotë me të vërtet Allahu zhbriti apo filloi shpalljen e fjalëve të para të Kur'anit po në këtë muaj. Ajetet të cilat do t'i shpjegojmë pas saj, besoj që ndoshta do të keni edhe ndonjë pyetje tjetër për të cilën do t'i përmbajmë asaj të cilën e ke përgatitur edhe ju. Po, pikërisht për këtë vlerë të madhe që Kurani e quan të vlefshme si një në gjithë muajin të Ramazanit, mund të na shpjegoni pak më shumë dhe për domethënien dhe lidhjen që ka kjo natë me zbritjen e Kuranit? Po, domethënia e vetë shpalljes së këtyre ajeteve kuranore, domethënë ose të kësaj sureje, e them që në fillim se Allahu në Kur'an përmend dhe thotë Inna anzalnahu fi Lejletul Qadr, me të vërtetë unë jam shpallësi i këtyre fjalëve, unë jam shpallësi i fjalës apo librit fisnik të Kur'anit, çka në kupton se na bën me dije se kuptimi apo domethënia e kësaj nate të vlefshme është dhe lidhet me fillimin e bazës së fjalëve të para të quajtura Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo, mëso në emrin e Allahut, në emrin atij i cili të krijoi. Çka në kupton dhe na bën me dije se fillimin apo startin e Kur'anit ka filluar nga ky moment dhe vetë nga ky fillim ka filluar edhe Islami. Se do të thotë se para ardhes së Muhamedit alayhis salatu wasalam apo gjatë periudhës derisa pejgamberit alayhis salam Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka ardhur dhe shpallja e Kur'anit, nën kuptohet se ai ka qenë njeri i thjeshtë si të gjithë. Mirpo, pas 40 viteve fillon startimi apo dhuntia Allah subhanahu wa taala ndaj të dërguarit Muhammed alayhis salatu wasalam, titulli profet apo i dërguari i Allahut, dhe fillon edhe shpallja e vetë Kur'anit.
Nënkuptohet se vetëm nga këto fjalët të cilat i përmenim edhe më parë. Allahu thot inna anzalnahu fi lejlatul qadr wa ma adraka ma lejlatul qadr. Dhe çka ju shtin juve që të kuptoni për këtë natë të lejlatul qadr. Do thot Allahu na tregon se neve çka na çon që të mendojmë se çka në realitet e ka qëllimin apo kuptimin kjo natë apo vlera e kësaj natës. Ajeti tjetër i cili vjen radhas më njerë, wa ma adraka ma lejlatul qadr, lejlatul qadri khairun min alfi shahr. Do të thonë se nata e kadrit është më e vlefshme se sa një muaj. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Çka bën me dije se me të vërtetë nata e ka vlerën më shumë se një muaj. Edhe pse disa thonë është më e mirë se sa një muaj apo ku ta di si. Por sidoqoftë vlefshmëria është më e tepër se sa një muaj, çka do të thotë se në qoftë se arrin edhe 83 vite ti kesh jetë, të cilën nënkuptohet se Allahu subhanahu wa taala gjithkusht që ja ka dhuruar jetën e tij, ja ka dhuruar në jetë mesatare, ashtu siç ishte Muhamedi alayhis salam, jeta e cila përfshihet nga 63 vite deri në 65 vite. Mirë po kur përfshihen këto 83 vite, nënkuptohet se asnjëherë ne nuk mund t'ja arrijm atij cakut apo nuk mund t'ja arrijm atij shpërblimit për të cilën na ka dhuruar Allahu. Mirë po, fatmirësisht, do të thonë pas tyre ajeteve kuranore, Allahu na bën me dije se ne duhet ta shfrytëzojmë maksimalisht. Duhet ta shfrytëzojmë maksimalisht në formën më të mirë, ashtu siç e ka shfrytëzuar edhe i dërguari ynë Muhammed alayhi salatu wassalam, apo ashtu siç e kanë preferuar, edhe ashtu siç kanë vepruar edhe sahabët, shokët e tij të cilët jetonin së bashku me Muhammedin alayhi salatu wassalam. Pse? Pasi që ata kuptuan se çfarë vlefshmërie ka kjo natë. Me lutje, me ibadet, me po, do të thotë lutjet janë gjëra elementare për të cilën kërkohet atë natë. Çka ne ai thomi hoxhallar do të thonë ibadete, mirë pasi që edhe me kërkim të faljeve, pasi që jemi në natë 10 dishin e fundit për të cilën Allahu kërkon nga ne që të lutemi. Ma shumë se sa lutemi çdo herë se. Po, pasi që vetë në argumente thotë inne ed'a huwa ibade. Do të thonë me të vërtetë lutje, duaja është adhurim apo ibadet. Ashtu që kemi nevojë në më së shumti të lutemi, se fundja e fundit jemi krijesë të dobët. Jemi krijesë për të cilën në rrethin përfshihemi gabime më mëkate përgjithshme, ndoshta unë shumë herët se këtë tham, edhe frymën tonë kur e nxjerrim ndoshta me mëkate dhe me gabime. Ashtu që kemi nevojë gjithmonë të lutemi Allahut, se Allahu subhanahu wa taala në Kur'an përmend dhe thotë: "Wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun." Do të thonë vetë ajeti kuranor të një tjetër thotë: "Ud'uni astajib lakum." Ju më kërkoni mua e unë ju përgjigjem. Allahu gjithmonë neve na përgjigjet. Allahu neve gjithmonë na kërkon lutje. Mirë po, nëse ne nuk i drejtohemi Allahut për kërkesën të tona personale, familjare, të fëmijëve dhe të gjithkujt i cili fundja fundit se ne kemi obligim moral dhe fetar që të lutemi për gjithë besimtarët musliman kudo që janë. Mirë po nuk duhet t'ja shkalojmë edhe palën tjetër të fejeve tjera, dhe pse Allahu në Kur'an thotë lekum dinukum waliya din, ju e mbani fenë e juaj e ne fenë tonë. Po prapë si krijesë njerëzore është obligative që ne gjithmonë të mendojmë edhe për ata të mirën, se jo çdo herë unë e përmeni dhe tham se çdo kush i cili i përket një feje, mirë po paraprakisht gjithmonë shkon bazë asaj rregullore së fejes së vet, ndaj atij nuk duhet friksohemi asnjëherë. Pse? Se ai njeri do të thonë veç e ka përvetësu fejen e tij dhe gjithmonë nuk duhet me pasën asnjëherë rezervë ndaj atij individit apo ndaj atij personit. Se jo rastisht edhe Allahu e ka mësuar dhe ka edukuar vetë Muhammedin alayhi salatu wasalam si profet që çdo herë të respekton edhe fejat e tjera, çdo herë ti respekton edhe etnitetet e tjera, çdo herë të respekton edhe ngjyrën e njerëzve të tjerë, ashtu që Islami gjithmonë ka qenë tolerante dhe ka qenë e mirë kuptim për gjithkund. Po. Duke qenë se është muaji i tolerancës dhe mirëkuptimit, duket se nuk ka nata kadrit një datë të caktuar. Ne mendojmë për
për atë edhe njerëzit shpesh pyesin si mund ta dallojmë natën e Kadrit. Cilat janë disa nga shenjat dhe këshillat profetike për ta dalluar këtë ditë dhe sigurisht për t'u orientuar? Për këtë pyetje ne do të bazohemi në hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, pasi që vetë pyetja do të thotë parashtrohet se shembujt të cilat janë nga Muhamedi alayhis salatu wassalam. Në një rast Muhamedi alayhis salatu wassalam do të thotë duke shkuar në xhami, në shtëpinë e Allahut, normalisht se doshti që ta tregon momentin, kohën, pasi që vetë kishte inspirim nga Allahu, që ta tregon momentin e duhur se kur është ajo natë, dhe ta tregon vlefshmërinë e asaj nate. Mirë po, për fat jo të mirë, pejgamberi alayhis salam duke udhëtuar, pa dy besimtarë muslimanë se si ata ishin duke u kacafitur mes veti. Do të thotë kur është fjala kacafitur nuk e ishte qëllimi duke u rrahur ato mes veti. Mirë po debatonin. Dhe gjatë asaj debate ata ngritishin tonin e tyre. Dhe Muhamedi alayhis salatu wassalam, në vend që të shkon dhe të orientohet dhe t'ju tregon të gjithë besimtarët se kur është ajo natë dhe vlefshmërinë e asaj natës, atëherë veç futet në mesin aty në dy personave dhe fillon t'ja shpjegon Islamin në mënyrë pak më ndryshe. Do të thonë me një ton pak më të ulët dhe më të butë, ashtu që qëllimi i hadithit pejgamberit alayhis salatu wassalam ishte diku krejtësisht tjetër. Po. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, ku transmetohet nga vetë Ubade ibn Samit, se në një rast pejgamberi alayhis salatu wassalam duke dalë, thot kharaja yukhbiru bi laylatul qadr fatalaha rajulan min al-muslimin. Thot doli pejgamberi alayhis salatu wassalam që të tregon dhe shpjegon për natën e Lejletul Qadrit. Mirë po fatalaha rajulan min al-muslimin, thot takoi dy persona të cilët ishin të kacafitur në mes veti. Dhe në ato momente pejgamberi alayhis salatu wassalam hynin në mesin e tij dhe pastaj ju drejtohet shokëve të tij duke i thënë se unë isha duke ardhur për t'ja u treguar, pasi që më shpjegoi dhe më tregoi Allahu, po këtë natë të vlefshme se kur është dhe në çfarë kohë dhe në çfarë momenti, mirë po tash Allahu më ngriti atë dituri. Do të thotë ja largoi atë dituri të cilën e pat dhe atë dhunti të cilën ja dha. Për atë natë të vlefshme. Edhe në këto momente pejgamberi alayhis salatu wassalam ju drejtohet duke i thonë se Allahu ka dashur që t'ja ngrit për shumë arsye të tjera. Arsyet janë apo shkaqet për atë të cilën jemi duke biseduar deri tash, për ta kërkuar ne. Për ta kërkuar ne, se do të thonë që edhe ne ta kemi mundin ton dhe ta japim kontributin ton dhe maksimalisht ta shfrytëzojmë. E jo vetëm se sikurse ndoshta ta kishte përmend Muhamedi alayhis salatu wassalam, se tamam kur është ajo kohë dhe kur është ai moment, ndoshta ne për 12 muajve do ta prishmi vetëm se çat moment. Po. Do ta prishmi vetëm atë moment, pse në atë moment pranohet gjithçka. Në atë moment pranohen duat, në atë moment pranohen lutjet, në atë moment pranohet ajo për të cilën Allahu ka dhuruar gjithçka për robërin e vet, do të thotë për krijesën e tij nga lindja deri në përfundim të jetës së tij, do të thonë e mira e cila do t'i vinë, e keqja e cila do të vinë, pasi që jo çdo herë nuk kuptohet se gjithçka që është e mirë vin nga vetë Allahu subhanahu wa taala. Mirë, po gjitha të këqijat, ne të cilat i praktikojmë dhe i bëjmë, ato nuk janë nga Allahu subhanahu wa taala. Mirë, po Allahu është ai i cili prap fal. Allahu është ai i cili prap kërkon prej neve që ta kërkojmë atë falje, duke na thënë edhe në parajetet kuranore, tubu ila Allah. Taubatun nasuha, pendohu para Allahut me një pendim sinqert. Dhe në thotë ne kur kemi nevojë që të pendohemi para Allahut, edhe kur Allahu kërkon prej neve pendim, normalisht se nuk mund të themi se në këtë moment ne i drejtohemi Allahut për pendime dhe falje, mirë po nga ana tjetër ne pas 5 minutave sa të largohemi tash, prap do të vazhdojmë me të njëjtat mëkate apo me të njëjtat gabime. Se fundja e fundit lutjet apo pendimet para Allahut nuk janë lojra. Nuk janë lojra të fëmijëve për të cilat ndoshta në çdo moment mund të gabojmë dhe përmirësohet pra. Se çdo gabim i çdo fëmijë përmirësohet. Po jo rastësisht edhe gabimet e të mëdhëve, të moshuarve përmirësohen. Mirë po përmirësimi i atyre shkon në disa baza apo në disa kategori. Ashtu që kur të pendohemi dhe veç faktikisht ne nuk duhet vazhdojmë po me të njëjtat gabime. Edhe në këtë moment pejgamberi alayhis salatu wassalam kur e ka thonë se
unë veç hyra në mesin atyre dy individeve, personave, na bën me dije se në këtë moment pejgamberi alayhis salam ka hyrë për t'i pajtuar dhe jo rastësisht kjo natë e vlefshme në të cilën e humbi momentin për t'i na shpjeguar edhe neve, edhe sahabeve, normalisht se ajo e ka kuptimin edhe domethënien e vet, pse se kur çohemi në dy persona apo 2, 3, 4 duke u kacafitur apo një grup në mes veti, ndoshta edhe nëse jemi duke u futur në xhamitë tona, duke adhuruar Allahun, duke bërë ibadet, në ato momente ne duhet faktikisht të futemi në mesin atyre dhe t'i pajtojmë. Pse se ndoshta ajo kacafitje vjen deri te ndonjë problem shumë i madh. Ndërsa ibadetet dhe lutjet, nëse pse e ke vënuar 5 minuta apo nëse ke vënuar 10 minuta pak ndoshta më tepër, shpërblimi shumë i madh do të jetë tek jo, në të cilën je fut dhe ke pajtuar ato dy individa, se sa ndoshta në çat moment kur të vesh t'hinsh në ato vendet apo në xhamin në tempujt e Allahut subhanahu wa taala, në shtëpitë e Allahut dhe ashtu me radhë. E kjo është ajo për të cilën na kërkon Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, para të pyetje për të cilën edhe thatë se me si duhet ne ta shfrytëzojmë, nën kuptohet se ne duhet ta shfrytëzojmë gjatë tërë natës, se pejgamberi alayhis salam gjithmonë thonte se kur vinte nata e Lejletul Qadr, ai jo vetëm se ju përkushtonte asaj natës, por thuhet në disa mendime se ai rrinte aq i shprasur nga barku i tij sa që asnjëherë mos ketë probleme. A ka ndonjë lutje që pejgamberi jonë Muhamedi alayhis salam që e ka thënë gjatë natës së Kadrit, a dihet që ka ndonjë lutje të veçantë? Po, ka lutje. Bazimi i lutjes apo duas për të cilën e përmendemi ne, domethënë të cilën e ka praktikuar Muhamedi alayhis salam, shpjegohet nga bashortja e tij apo nona e jonë e cila përmendet Aisha radhiyallahu anha, kur në një rast e pyet Muhamedit alayhis salam duke thënë se nëse arri te kjo natë e vlefshme, çka duhet të bëj? Apo nëse afrohemi në 10 ditët dhe 10 neçet e fundit të muajit të Ramazanit, çka duhet të bëj dhe çka duhet të them nëse arri në atë moment? Pejgamberi alayhis salam i drejtohet Aishës duke i thënë se kur ju ka drejtuar Aishës në këtë fjalë, ne u ka drejtuar edhe neve. Ju ka drejtuar gjithë ummetit të tij, pasi që ne jemi pasardhës të tij dhe jemi ata të cilët pasojmë rrugën e tij, sunetin e tij, edhe fjalët e tij, se gjithçka çka ka thënë kauli, fili dhe tekrir, ato të cilën e ka thënë, e ka përqitur dhe e ka vepruar, janë thënjat e pejgamberit alayhis salam, ose janë veprat e pejgamberit salam, ose janë pëlqime po të Muhamedit alayhis salam. Ashtu që ne, edhe nëse nuk është obligative sikur se është farzi, apo siç është fjalët e Allahut subhanahu wa taala, ne kuptohet se obligimi i jon është që nëse ne e kemi pranuar të dërguarin Muhammed alayhis salam si shembull tir dhe si pejgamber, ne kuptohet se edhe ne duhet të shkojmë pas rrugës së tij. Edhe pejgamberi alayhis salam thotë, kur të arrini në atë kohë, thuani Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Thuani, o Allah, ti je falës, e don faljen, andaj më fal mua. Shumë thjesht, do të thonë me 3 fjalë. Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Do të thotë o Zot, ti je falës, e don faljen, andaj më fal mua. Mirë po, në këto momente kur e përmendemi këtë fjalën fa'fu anni, nuk do të thotë se nuk kemi mundësi ta themi edhe fjalën fa'fu anna. Na fal edhe neve, jo vetëm mua. Do të thotë ti e ke për obligim që të kërkosh jo vetëm falje për vetveten. Po e ki obligative e për çdo besimtar musliman është që të kërkosh falje edhe për familjarët e tu, të kërkosh falje për prindrit e tu, po edhe nëse nuk janë gjallë, nëse kanë ndruar jetë, po edhe për bashortën tonë, për fëmijët e tonë, por edhe për gjithë besimtarët musliman, në tërësi, në barë globin. Do të thotë ne kemi obligim, edhe moral, edhe fetar, që të kërkojmë falje ndaj Allahut subhanahu wa taala, pasi që madhëria e Allahut është shumë më e madhe në ato momente, pasi që e thamë edhe më parë, kur themi fjalën tubu ila Allah, pendohu para Allahut, të pendohemi dhe ta kërkojmë atë falje. Sikur që është edhe fjala tjetër, Allahumma rabbighfirli warhamni, o Zot, ti e falës, më fal mua. Ajo praktikohet edhe në çdo namaz, gjatë 5 kohëve të namazeve, por edhe në çdo moment, edhe në rrugë, edhe kudo qoftë që të jesh.
Se jo rastësisht edhe kur jemi duke debatuar me dikën, edhe nëse gabojmë, apo edhe nëse kur dalim nga event, apo kur dalim nga i mexhlisi kur e përmendemi ne, normalisht pse jo të mos e përmendemi edhe këtë fjalë, o Zoti e falës, më fal mua. Pse se kemi gabuar njëri ndaj tjetrit. Ka gabuar me siguri ndoshta me ndonjë fjalë, por gjithashtu ka gabuar me në kontekst ndoshta të mendimeve për të cilët i ka menduar, edhe pse ndoshta mendimet e tij kanë qenë në aspekt pozitiv, mirë po tjetri ka menduar disi pak më ndryshe. Ashtu që kjo është poenta dhe qëllimi i kërkimit falje gjatë atyre momenteve, apo gjatë asaj natës për të cilën Allahu e ka caktuar, mirë po fatmirësisht ne nuk e dimë. Them prapë edhe njerë fatmirësisht. E kërkojmë në 10 ditëshin e fundit, e kërkojmë çdo musliman e kërkon. Po që ajo është fatmirësia më e madhe, se do të thesha fjalën fatkeqësisht, po nëse ishe qenë vetëm se në atë moment. Se nëse ishe kon ai moment kur do ta dinim ne, thash me siguri që nuk do ta kishte edhe hieshin e vetë ki muaj i Ramazanit. Po. Për te veprave të jashtme, shumë kush pyet për përgatitjen shpirtërore. Si mund të përgatitemi me zemër të qetë dhe të pastër për të jetuar me shumë shpirt dhe me thellësi gjatë kësaj nate? Unë personalisht për veti shumë herë përmendi një gjë. Edhe them se nëse don dikush ta jeton apo ta shijon këto 10 ditë të fundit apo muajin e Ramazanit, them që merr një lexonja Kur'anit. Që të falemderoj që ma dhe një Kur'an, mirë po, uroj që të mundem të mësoj edhe shkronjat arabe, me që nuk i di. Shpresojmë dhe dhëtë Zoti ju ndihmoft që edhe ta mësoni, se fundja e fundit të leximit i Kur'anit nuk është edhe shumë e rëndë. Është e rëndë ndoshta për ta kuptuar, mirë po për ta lexuar nuk është edhe aq, se fundja e fundit tash digitalizimi është në nivel mjaft lartë. Ashtu që kemi nëpërmjet kompjuterëve mund që të mësohet, mund të mësohet edhe nëpërmjet YouTube-i edhe ashtu me radhë, mund të mësohet normalisht edhe te teologët, te xhallarët, te hoxhavicët dhe ashtu me radhë, dhe gjithkush i cili din dhe është e ka për obligim se fundja e fundit leximi i Kuranit, për të cilën është e ndërlidhur edhe kjo temë, domethënë, nën kuptohet se unë shumë herë përmeni kur kemi mundësi pa u keq kuptuar nga opinioni, nga publiku dhe nga të gjithë ata të cilat na dëgjojnë, kur i kemi mundësi ndoshta që ta mësojmë edhe gjuhën angleze, kur kemi mundësinë që ta mësojmë edhe gjuhën turke, edhe gjuhën frenge, edhe gjermane dhe shumë gjuhë të huaja dhe të tjera. Ajo është pasuri për ne. Mirë po pasuria më e madhe do të ishte pse të mos e mësojmë edhe gjuhën apo shkronjat të cilat na ka dhuruar Allahu. Se fundja e fundit gjuha e parë e cila është e zbritur në këtë rruzull toksor është gjuha e Allahut subhanahu wa taala. Janë fjalët e Allahut dhe obligimi jon është që gjithkusht t'ia mësojmë, edhe vetvetes në radhë të parë, edhe fëmijëve të tonë, po edhe stërgjishëve të tonë dhe ashtu me radhë. Se unë do t'ja përmeni një shembull. Jo çdo kush thotë ndoshta është rënd për ta mësuar, as pak nuk është e rënd, se unë personalisht gjatë periudhës apo jetës time kam dikun afër 280 nxënës, të cilat kanë kaluar apo të cilat kanë përfunduar, kanë bërë hatme të Kur'anit. Ashtu që gjithkush sot në ditët e sotme ato janë para 10-15 viteve, 20 viteve dhe gjithkush tash është dikush i angazhuar në institucione publike, në institucione shtetërore, fetare dhe ashtu me radhë, se me mësuar Kur'anin nuk do të thotë se ti patjetër veç do të bëhesh teolog apo hoç. Po, patjetër. Por leximi i Kur'anit është, të them, lirisht obligative për çdo kan. Është obligative se fundja e fundit Allahu është ai i cili do të na kërkon neve llogari dhe përgjegjësi për mos dijen e leximit të Kur'anit. Tash nuk duhet bëmi edhe ne aq shumë tolerant kur an pyetje Kur'anit. Se mjaft kemi tolerancë tjera për shumë sene të tjera të cilat janë në këtë botë, edhe jo rastisht e tham edhe në fillim se me një kërkim të faljeve apo njëri ndaj tjetrit, apo me kërkim falje prej Allahut, Allahu është ai i cili do të na falë. Mirë po, veçoria po e këtij muajit, për të cilën e përmendet pak përpara dhe pyetjen e juaj, është se kjo ndërlidhet edhe me leximin e Kuranit. Ndërlidhet edhe me atë të cilën ne duhet ta kërkojmë dhe duhet jemi të përpikt, domethënë këto net, se ne nuk mund ta dimë se kur është kjo natë, ama këto net e fundit të 10 ditësh sidomos, është që pak më tepër të marrim dhe të lexojmë Kur'an. Pak më, nëse nuk din ta lexon, është fundja e fundit të mirë që ta lexon me përkthim,
Se kur e lexon me përkthim veç e kupton prapë si do qoftë dhe i pushon në zemër, në shpirt, edhe frymën të cilën e merr, besoni që pasha Zotin edhe ai do të ketë një kënaqësi shumë më të madhe edhe pse se ka lexuar prapë në origjinalitetin e vet. Po ju kur ma dhat Kuranin, faq se ju ndërpreva, ju thash unë e kam me përkthim dhe e lexoj me përkthim, po ndoshta është shumë më e mirë që ti mësojmë shkronjat. Është normale, se është origjinaliteti i Allahut. Domethënë, thash edhe më parë se çdo gjuhë ka përkthimin e vet, ashtu si gjuha jon, edhe ku mbulim edhe kënaqemi gjuhën shqipe normalisht, nën kuptohet se dihet se çdo gjë që ka përkthehet është e mirëseardhur. Edhe Kurani kur ka përkthyer në gjuhën shqipe, edhe Allahu i mëshiroft gjithë ata të cilët janë munduar dhe kanë dhënë kontribut po përkthimin e këtij Kur'anit. Edhe gjithë ata të cilët ndoshta sot e kësaj dite mundohen të bojnë se finansat e këtij Kur'anit dhe leximit të Kur'anit dhe përkthimeve të Kur'anit duhet të bëhen, por fatmirësisht nga të gjithë besimtarët muslimanë, kush me 1 euro, kush me 10, kush me 15, 100 dhe ashtu me radhë, gjithkush ka kontribuar në formën më të mirë, ashtu që ka ardhur deri te kjo që edhe ne të nesërmit apo të pas nesërmit të mundemi t'ja udhërojmë dikujt ndonjë Kur'an, dhe kur dikujt ja udhëron një Kur'an, ajo dhurata më e madhe dhe më e çmueshme. Se ndoshta unë në këtë moment ndoshta kisha pas mundësi ta bëj një stilo, ose një fletore tjetër, apo nuk e di çka, apo diçka tjetër, apo bunketi, ku e di çka. Ka shumë lloje sene. Mirë po, dhurata më e çmueshme për mua gjithmonë kam thënë është libri. Libri, qoftë libri i Kur'anit, qoftë ndonjë libër roman, kudo qoftë e cila ka dobi i riu prej atij librit, nën kuptohet se ajo është dhurata më e çmueshme. Ne kur ishim në studime, gjatë studimeve normalisht se do ta them edhe një gjë, ndoshta ku kërkojmë edhe halallëk nga shokët e tonë të cilët ndoshta nuk na kanë parë normalisht, kemi shkuar dhe kemi marrë ndonjë libër pa dijen atij. Si student, ndoshta nuk kemi pas mundësinë të holla ne këni, por kemi shkuar dhe kemi marrë ndonjë libër, ne e kemi jo ta huazojmë nga ai, po e kemi marrë dhe kemi përvesuar, kemi për vetvete. Por edhe ka pas momente kur ata kanë marrë nga ne. Por asnjëherë nuk na u ka prish as qefi, as neve, as atyre, pse se ne kena ditë se ndash ata dikush tjerë të cilët i kanë marrë ato libra, i kanë marrë për me përfitu diturinë e tij. E jo rastësisht edhe e thash edhe në fillim se Allahu thot ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo, mëso në emrin e Allahut i cili të krijoi. Ndërsa leximi dhe mësimi nuk do të thotë se ti të lexosh dhe të mësosh të bësh vetëm teolog hoc, por të bësh në të ardhmen një inxhinier, një arkitekt, një mjek, një gazetari, gjitha lëmit të cilat ekzistojnë, ashtu që ne të nesërmen të kemi dobi ndaj prej çdo kujt. Edhe para shkak, them që gjatë këtyre 10 ditëve është mirë të lexojmë Kur'an pak më shumë dhe shpirtërisht të jetojmë pak më shumë me Kur'anin, me fjalët e Allahut, për atë i cili e kupton është e mirëseardhur, për atë i cili nuk mund ta kupton prap, do të them edhe një herë, mjafton leximi i tij, pasi që e lexon fjalët e Allahut dhe Allahu do të jetë i kënaqur me ne. Në mirë po, pos leximit të Kuranit, thash ekzistojnë edhe namazet të cilat i themi edhe në namazet e natës. Namazet e natës të cilat nuk i kemi marrë për dikujt tjetër, ashtu siç mendon dikush tjetër, por ata janë shembull të cilat janë disa mendime të disa shkollave juridike, domethënë kur themi shkollave juridike, të disa mëdhëhepeve të cilat i përmendim. Disa thonë që mundet pas 12-ve, dikush thotë që nuk mundet, dikush thotë nuk është e patjetërsueshme, dikush thotë është e patjetërsueshme. Mirë po sidoqoftë, kur kemi baza apo argumente për të cilët na flasin për ato namaze, normalisht është se çka humbim ne nëse shkojmë dhe e falim. Edhe ashtu që edhe namazit siç e themi salatu tarawih ose namazi taravis. Çka humbim ne nëse shkojmë dhe falemi 20 rekate? Asgjë tjetër. Lodhja është për njeriu në fundja e fundit. Se lodhja më e madhe, më së miri në të jetë në këtë botë se të jetë në botën tjetër. Se tash nëse lodhemi ne për Allahun, normalisht se Allahu do të na ndihmon në botën tjetër. Do të na mëshiron me mëshirën e tij. Do të na falë për gabimet e tona, për hir të asaj lodhës të cilën e kemi pas. Lodhja pse qëndrojmë në këmbë gjysmë ore, mendoj që nuk është asgjë. Pse qëndrojmë në këmbë, në qiyam, ruku, sujud dhe ashtu me radhë. Pse qëndrojmë jo rastësisht edhe duan lutjen të cilën e bëjmë në fund. Ne themi o Zot na prano
për atë të cilën i kemi qëndruar tash në këmbë, për rukut tona, për sejdët e tona dhe ashtu me radhë. Domethënë për gjitha ata të cilat i bëjmë gjatë namazit, nënkuptohet se ne prapë në fund të bëjmë lutjen tonë. Edhe atë lutjen Allahu nëse e pranon, atëherë kënaqësi më e madhe nuk besoj që do të ketë. S'ka. Kjo është ajo të cilën e lidh, domethënë edhe për të cilën mendoj unë që më e mira do të ishte nëse arrim deri tek këto netit. Uroj që deri në Ramazanin e ardhshëm të mund ta përveçoj dhe ta mësoj leximin e këtij libri të veçantë dhe faleminderit shumë që ma dhuruat. Dhe ndoshta nga mesazhet më të bukura të kësaj nate është se nuk mbaron me agimin e saj. Si mund të vazhdojmë frymën e natës së Kadrit edhe pas Ramazanit në përditshmërinë tonë? Unë që në fillim thash se disa shenja apo disa tipare të cilat na tregojnë edhe për shenjat e kësaj nate, se edhe kjo natë ka shenjat e veta. Po jo rastësisht shumë herë ndodh që të përputhen shenjat, sikur është e paraparë sikur se dje në vendet arabe ka pa dikush diellin pa rezatime. Ai një prej shenjave pa rezatime të diellit, domethënë kur veç fillon lindja e diellit, nënkuptohet se është një nga shenjat e asaj të cilën e kërkojmë ne, të natës së Kadrit. Mirë po, në shumë herë them çka nëse edhe të nesëmit ndodh. Çka edhe nëse pas nesëmit ndodh, po e njëjta shembull, domethënë me ato rezatime pa ato rezatime të cilat duhet të jenë si zakonisht çka jemi mësuar, se ne jemi kënaqësia më e madhe jonë është kur i shohim rrezet e diellit dhe në ato momente kënaqemi. Mirë po, kur i shohim diellin se nuk rezaton në fillim, atë nënkuptohet se janë disa shenja të natës së Kadrit. Mirë po, pejgamberi alayhis salam thotë se edhe shenjat të cilat përshkruhen në hadithet, se shumë hadithe ka për të shenja, thotë se ajo natë është jo e ftohtë edhe jo e nxehtë. Edhe nuk ka fryrje, nuk frin domethënë errra ashtu me radhë. Do thotë ndjehet një farë lloj kënaqësie shpirtërore në ato momente. Mirë po, sidoqoftë, prapë ajo mund përputhet në ditët e sotme, se sot shembull është një prej atyre natëve kyçe, të cilët e tërë globi, domethënë në tërë botën, gjithë e presin këtë natën 27-ën. Jo rastësisht edhe shumica e dietarëve mendojnë se nata 27 është nata e Lejletul Kadrit. A di për çfarë arsye? Arsyeja ishte se vetë pejgamberi alayhis salam u kon kur ai ka dalë ishte nata e 27, domethënë për t'ia shpjeguar. Mirë po, bëni haresën e tij. Domethënë jo pa vedi, po me vedinë e tij, domethënë me dëshirën e Allahut. Po, i nderuar, unë duhet t'ju patjetër t'ju falenderoj shumë dhe t'ju ndërpres sepse hym edhe në terminin e lajmeve dhe në terminin e emisionit. Jemi haruar dhe këto legjeratat e juaja janë të vlefshme, sigurisht që uroj që t'ju kemi sërish në emision dhe të flasim edhe më gjerësisht për temat të ndryshme. Edhe njerë ju faleminderit, por vetëm se mesazhi im i fundit do të ishte për një gjë. Edhe pse ndoshta do t'ju marr me kërkim halallëk dhe falje ndoshta 1 minutë, por sidoqoftë, ne edhe pas agjërimit duhet ta vazhdojmë domethënë jetën tonë. Duhet ta vazhdojmë jetën në frymën e Islamit, jetën në frymën e Kuranit dhe jetën në frymën e Sunetit pejgamberit alayhis salam. Ashtu që gjithmonë ju them të gjithëve, jetoni, frymoni në Islam. Jetoni dhe frymoni në atë të cilën e ka praktikuar pejgamberi alayhis salam. Pse? Se nuk është Islami me 1 muaj të Ramazanit, por vazhdon edhe pas 11 muaj tjera domethënë të cilët vijojnë pas neve, dhe si zakonisht ne duhet fillojmë prapë dhe duhet zbatojmë leximin e Kuranit edhe pas tyre 10 netëve, po edhe pas 10 muajt të Ramazanit. Ashtu që i lutemi Allahut që inshallah Zoti don të na pranon këto duat dhe lutjet tona të cilat i kemi bërë gjatë muajit të Ramazanit. I lutemi Zotit që gjithë ata të cilët janë të sëmur, duat e tona në këto momente dhe në këto raste të arrijnë te Allahu dhe Allahu t'i shëron, dhe gjitha brengat e çdo kujt Allahu t'i pastron. Edhe ne ju falenderojmë dhe ju themi paqja, mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë besimtarët kudo që janë. Amin.